Një njeri që din të shërbejë qytetarëve me përullësi, me përkushtim për të mirën e gjithëve, një njeri si Hajrullah Çeku. Sonte në Dardani fillon energjia e ndryshimit për Prishtinën, ndryshimin që do ta bëjmë bashkë, ndryshimin që kemi nisur në raundin e parë dhe do ta përfundojmë me 9 nëntor. Ashensor funksional, kulme të rregulluara, bodrume të pastra, izolim termik për banesa, hapësira publike të sigurta dhe të ndriçuara, parking për banorët rezident, pranim teknik e legalizim për banesa, mirëmbajtje të banesave dhe të parqeve. Dardania nuk po kërkon luks, por standard dinjitoz dhe ne do ta sjellim atë standard, sepse qeverisja e vetëvendosjes është qeverisje për qytetarin dhe jo për të privilegjuarit e qytetit. Ne do të investojmë në izolimin termik të banesave duke kursyer energjinë dhe duke ulur faturat e familjeve. Po hapësirat publike duhet të jenë të ndriçuara, të pastra, të gjalla. Fëmijët duhet të luajnë të qetë në dritën e sigurisë. Të moshuarit duhet të ecin me dinjitet, jo me frikë. Ne do të ofrojmë zgjidhje të reja edhe parkingje nëntoksore aty ku është e mundur, me prioritet absolut banorin rezident. Po qendra tregtare të lagjës. Sot ato janë të zhveshura nga funksioni, pa plan dhe pa jetë. Ne do të rinovojmë dhe t'i kthejmë në hapësira të mirëfillta të biznesit dhe komunitetit, me shërbime, me kulturë, me ekonomi lokale. Qerdhe të reja për Dardanin, 2 të tilla, publike ose me bazë në komunitet. Familjet nuk duhet të vrapojnë më me lista pritjeje, me lutje e me stres. Në qytetin tonë, prindit duhet të ndihet i lirë të punojë dhe fëmia i sigurt të rritet. Asnjë prind në Dardani nuk do të mbetet pa zgjidhje, fëmijët janë prioriteti ynë absolut. Dhe ndërtimi i tregut të lagjës, një urë mes bujkut e fermerit dhe banorit të lagjës, produkte të freskëta, ekonomi vendore dhe komunitete që rriten bashkë. Dardania meriton një treg të gjallë, modern dhe mirë të organizuar.